Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht në një tigan do të shtojmë një lugë qielle me gjalp. Unë në gatimet e mia preferoj që të përdor gjalp. Ju mund të përdorni margarinë ose vaj sipas shijave të juaja. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrir shtojmë një qepë të prerë imët. Unë preferoj që qepën ta bluaj në blender. Vazhdojmë e fërgojmë vetëm qepën për disa minuta derisa qepa të karamelizohet mirë. Pasi qepa fërgohet mirë, e ndalojmë zjarrin. Vazhdojmë tani që ta shtojmë orizin. Unë po përdor 160 gram oriz. Orizin e kam larë një orë më herët dhe e kam kulluar mirë, sepse duhet që t'jetë orizi kështu që të mbetet pastaj kokra më e mirë dhe më e pastë. E shtojmë tani orizin te qepa dhe në tiganin e nxehtë vazhdojmë e fërgojmë për 2-3 minuta. Pra nuk kemi zjarr, ajo nxehtësi që ka mbet. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mishin e bluar. Në total unë po shtoj 600 gram mish të bluar. Dhe përsëri në zjarr të ndalur vazhdojmë përzijem tani që orizi edhe mishi të bëhen bashk. Tigani është i nxehtë, do t'i ndihmon mishit që pak të skuqet. Por unë kur përgatis specat mbushur, gjithmonë i bëj në këtë mënyrë. Si përzijem mirë, vazhdojmë tani që të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, një lugë të mesme kryp, piper të zi dhe pak mentë të thatë ose nenegjik të thatë. Nëse nuk keni nenegjik të thatë, lirisht mund shtoni maldanos të thatë. Vazhdojmë përzijem edhe një herë që tani të bëhen bashk gjitha produktet që i kemi shtuar brenda. Bushjen e kemi gati, vazhdojmë tani që t'i mbushim specat. Unë po përdor specat kuq të freskët, enkas që janë për specat mbushur, por ju mund të përdorni çfarë do lloj speca që mund të gjeni në treg ose që vetë se i keni më në shtëpi. Vazhdojmë i mbushim specat aq sa kanë vend, pra derisa të mbushin deri lart. Masa e mishit dhe orizit që përgatita unë është fiks për 6 speca kështu më të mëdha të mbushura për plot deri lart. Por sot recetën e specave të mbushur do ta bëj me lëng. Kam provuar receta të ndryshme për speca të mbushura me lëng dhe kjo që po e paraqes sot ka mbetur e preferuara imja, po ashtu pëlqejet edhe nga gjithë anëtarët e familjes time, andaj edhe po e paraqes pikërisht me këtë recetë. Në njën më të madhe kam shtuar 1 litër me ujë. Uji do të shtoj një paketim të blerë të gatshëm për gullash. Përzijem mirë. Lëngun që përgatitëm, vazhdojmë të shtojmë në tepsi të specat. Do të shtoj edhe një gotë ujë, dikon 250 deri në 300 ml, pasi specat që po i përdor unë janë pak të trasha. Dhe tani vazhdojmë në zjerje. Zakonisht kur përgatis specat mbushur i vendos poshtë, në fund të furrës, në furrë të parangruhur në 250 gradë dhe i lë ashtu një herë për 30 minuta. Pas 30 minutave i rrotulloj nga ana tjetër dhe vazhdoj ziej, por do t'ju demonstroj ndërkohë se si i bëj. Vëjmë tani një herë në zjerje ose në pjekje në furrë për 30 minuta. Pasi janë zier për 30 minuta, i rrotullojmë tani nga ana tjetër që të na zihen dhe të na zbuten edhe nga ana tjetër, sepse ky lloj specave janë pak më trasha dhe ju duhet kohë pak më e gjatë që të zihen dhe të zbuten. I rikthejmë tani në furrë edhe për 30 minuta tjera.